تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب أدعوك في ليل بهيم والدمع مدرارا سكين أنت المؤمل والمعين وأنت يا رب المغيث. Shejtani që do të më bëftë. Don me t'josh, me terme, falso qaj s'është për nari ty në vllapët. Edhe vjen të a don të mirën ti, a do me qenë syt, a do me përparu, a do me kon rahat, a do me kon mirën, komoditet, rahati, lumturi, a do me para valla, a do me pasuni. Po du, se s'pitu, po du. Dhe që të në regull afta. Më të kutu këtu Allahu Gjallahu Ala, që të më të kutu Allahu Gjallahu Ala, i thush, po kjo kejt nuk e piti Allah, du të me lypë një kënë tjetër në. Këtu t'ja këtën të këndër në për. Po aj nuk ta thot të pa të shkysh një hera për. Njere të shkysh, si kur saj që përën me rrim. E të shkysh njere, ta një shlirë prek, edhin që se mytë. Po pa u si kur që ka shkysh, zguza me prek në ta afta. Që është të shejtani afta. Pa të shkysh një herë për Zotit nuk të prek. Njëre të shkysh mësë më të kujtu Allah heq, ta një prek ku të dënë. Prek që tu, qëksaj, mo njës s'kan djenja mu apësa. Nuk kanë njës ndjenja mu apësa. Për në vazin na, kër flasëm për fejnë tonë, në dalëm për këtë tjerëve, nga se qështja e besimit të na, qështja e imanit në Allahun xhallahu që kemi, nuk është qështje e zgjedhjes tonë vullnetare. Nuk është e kësaj natyre atë. Por qështje jetësore e jona, që na në çdo rast e kemi si monitorues të vazhdueshëm që kur se shkyqëm. E që njerëz fatkeqësisht në sa raste janë të shkyqur për kësaj pune. Wallahi, ti sot se njerëz ato. Fillon prej ditës parë, kur don me boni biznes, don me martu djalin, don çka do të qoftë me bëu. Edhe e bën plan çu shka me bëu këta. Prej as se kësaj pune, deri në zhën e kësaj pune, s'ka zot kërkon ato. A thot unë jam musliman ato. Ku është Zoti vëlla? Ku është Zoti? E bën darsmën, galën e ka çu shka me bëu parat. Apo galën e ka ku ka me bëu. Galën e ka që kur të vendos ku me bëu, a ka vend tash në vakt ku na duhet neve, mos e ka nxon dikush. Gale ati që kjo është. E ka gale kënë ka me zi musafir. E ka gale kush ka me iknu aty. I ka një 15 gale aftën. 15 gale i ka për një hap të rëndësishëm jetë në vetë. Në qita 15 hapa vllai dashën musliman që për i thush vetës, ku është Zoti që ke besu në ta? Kur kënë sështë ato? Kur kënë sështë? Rrugën që e ki 300 euro aftën. 400, 500, 100, 50, ku është Zoti? Në 50 euro, ka 50 ka 1 euro. Apo në 50 euro, ka 50 ka 1. Qëto ka 1, qëto 1. Në qëto 50, ku është Zoti? Ku është? Nësullah, kanë haru Allah në gjellë vala. Jo më në qiyama, Allah në gjellë vala i thëtë, o rubi jam, ti qësha ka një 50 euro që ati mu të gjinë. Qa bëjshë me to? Në një helbet për mua ke dhonë. Wallahi ja rab kum harruat. Që kjo është kum harruat. Që kjo kum harruat. Ti jam shashnet një 10 vjet bajgish nësh e kon. Një 10 vjet po them. Bajgish nësh e kon. Të karon më në herë që shnet, mi thon Zotit ton me një sejdë dikon kum harru wallahi. Që kjo e harresa që thonë. E ka çkyq. Tani zoku dush tillën. S'ka rrezik pitimo. Si të qkyç për Zotit, ku dushite, në gjami bere stutë që toni pitina mu, e ka da, se ka gale mu apëta. Andaj sa njerë fatkeqisht, qëfar shansa ideale ju vinë, mu udhëzu, se në shaje vlapë. Qysh më në lajkë, i ka ra qëfar, i ka pa me sy të vet, i ka pa punë, se në shaje. Pse ndodhë kjo, e ka qkyç, s'ka rëzik, ku dush preke, s'ka mu, s'ka rëzik për ti apëta. Andaj e kom përmend në rastet të ndryshme. Unë çuditëm me njerëz
që ju ka Allahu xhallahu ala mundësi që të njoftohen me ligjet e tij kozmologjike. Mjeku, subhanallah, e shë në mënyrë mahnitse, mrekulli, hynore, krimin e njeriut apo, çush funksionon, çush bëhet, çush zhvillohet apo. Edhe prej aty e don aton, edhe kur s'janë shaj që këtë dikush e ka lënë këtë për diçka apo. Subhanallah. Do sa dikush që është i kyçën, apo po dëpsu kjo kyçje, me pak aktivizohet ato. Prandaj vazhdi përpara muslimanët, ka pas muslimanë vakt pejgamberit dhe rakit që ka pi ato. Po kur i kyçën e kon. Ka i ka ra voltazha, ato nuk dëpsue e ka po keq. Mirë, po me një fjalë e ka kthy. Sot me 100 derse s'na mush men musliman me luni haram. Pse? Për shkak se e kanë harruar Allahu xhalla xhelaluhu. E ka harruar që me dal para ti, e ka harruar që mu taku me te, e ka harruar që Allah ka me vet. Ç'a bajshe me këta? Zdi valla. E ka harruar këta, çata. Fudhal ibn Iyad, ju dini këto, Malik ibn Dinar, Ibrahim an-Nakhai, këta yje me të vërtetë të adhurime dhe dijes. Këta gjithë kanë pas histori më të keqe se plot për juve këto vllaznia. Cili për juve kon cud, apo që natën u mshef, edhe kur njerëz kanë kaluar me tregtime se një ka dalë u kanë gjitë, kjo ka vjedhë i ka rreu ik. Kush u kon për juve çështë? S'ka bëu dikush për juve çështë. Kush për juve i ka vrarë 100 njerëz këtu? A më që ndrohuni ka 100 njerëz. S'ka të asnjëri. Që si ka pas për para apo? Mirë po Fudhal ibn Iyad në nat u hyp Mimur. Mimur u hi me avjedh kojshis keq ka papën. Haj nuk kon. Haj. Kur hyp për mur, kojshia u qunatën me falë namaz ato. Edhe ka lexuar ajetin e sun Hadid. Ky ajet është i vetmi në Kur'an që Allahu xhallahu ala ka prur sunën e hekrit. Më ne ka thënë që hekër me kon i dash më lëshua ato. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min al-haq. Ai tu hyp, tu planifikotash, a këmë gjitë mas pari pulav, e tani aty tu vë plan mur, me avjedh shpin njerit. E ka gjitë tu fal, edhe e ka ndëgju fjalë e Allahu xhallahu ala, as ka ardhur koha që ata që kanë besu, janë të kësht pak me Zotin e vet, apo an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah, që këto zemrat për ulen kur të përmenet Zoti, li dhikrillah, si të përmenet Allahu xhallahu ala, wa ma nazala min al-haq, edhe që të nështruen asaj që ka zbrit nga Allahu xhallahu ala. Si ka një këtat, mu përmen Allahu, mu përmen, ju ka kujtu Allahu xhallahu ala, ka thonë, qad ana ya Rabb, erdh vakti o Zot, erdh vakti. Ka zbrit për murit, u shku më shef një qështë dikun, një shpet të lëndë atje, është pëndu sinqerisht e ka Allahu xhallahu ala, edhe s'ka mujt me edhe munat mëris, ka shku në qabe ka nejt, tankohen, asi adhurimi ka bo, asi dije ka bo, i kanë thonë abidul haramein, adhurusi 2 hareme, smat men, në historinë e vëndshme, njëri që ka adhuru Allahu xhallahu ala, ma shumë qabe se që njëri atë, pej një cubi atë. Në musliman, elhamdulillah, në e kime edhe të punë ma mirë se Fudhal ibn Iyadi, po s'po munëm asë një fjallë tibële s'paku me di që të e realizun. Pse? Thash, dopsia e përmenës Allahu xhallahu ala. Andaj shejtani fillimisht i çkysh njerëz